Selam aleikum hoxh, sa ditë duhet të agjerojmë? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Këto ditë janë ditët më të çmuara. Allahu i lartësuar në Kur'an është betuar në këto 10 ditë. Janë ditë veçanta dhe Zoti i Gjithësisë nuk betohet vetëm se për diçka të çmuar. Profeti alayhis salam na tregon në një hadith, siç kuptohet prej hadithit, se nuk ka punë më të dashur tek Allahu i lartësuar se sa ajo punë që bëhet në këto ditë. I than as lufta në rrugt të Allahut, tha as lufta në rrugt të Allahut. Përveç një njeri i cili del ai bashkë me pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asnjëra. Pra, si thon bie dëshmor ai dhe pasuria e tij shkon për hir të Zotit. Kështu kuptohet prej hadithit. Kështu që këto ditë sa të kish mundësi bëj vepra të mira. Fal namaz vullnetar, përmend Allahun e lartësuar shumë. Jep sadaka, mund ta agjërosh. Respektimi i prindërve, ruajtja e lidhjeve farefisnore. Ndërsa dita e Arafatit, që është dita e 9, ajo ka shpërblim specifik për agjërimi i asaj dite, shpresohet të falen mëkatet e 2 viteve, vitit kaluar dhe vitit që vjen. Elusim Zotin e Gjithësisë që të na i falë mëkatet tona. Amin.